ditë shtatore, punëtorët teknike ngritën një temë në oborin e Kuvendit të Kosovës dhe refuzon të punojnë. Në shihen të ftoftë, grevistët mohojnë punën e tyre pa paga e kushte të dinjitetshme. Edhe pse kompania punëdhënëse Sharp Berger e Kuvendi e shmangën fajin të njëri tjetri, punëtorët aktiviste u bën diçka shumë të qartë, se ato nuk do të toleronin një pagë e cila nuk mbulonte as banat e vizitat e tyre te mjeku, nuk u mundësonte mbijetesën e lema një jetë me dinjitet si kryefamiljare, e që nuk u lejonte të pensionoheshin me krenari. Duke ja mohu shtetit punën e tyre jetike, në Kuvendin shoqni, aktivistët refuzun se nueshmërinë e vazhdueshme prej kontratave të përkohshme e përbuzjeve në vendin e punës. Pas 3 muaj grev, Sharp Berger ndëshkoi grevistët me një shfaqje të marrueshme, me një kuvend ku për gratë flitet si objekte riprodhimi të cilat duhet të kontrollohen dhe ku gjuha homofobike është norma. Ata flakën sendet e grevistëve me thas bërlogo. Megjithatë, grevistët na mësuan se çka është kesh kur ajo, me çun kryt në solidaritet me njëra tjetrën e me na përball neve me një vërtet hidhën, se shteti nuk na mbron. Shteti amniston dhe mundëson vazhdimisht krimet ndaj grave dhe vajzave. Prandaj, gratë e revoltuara na tregojnë se transformimi nuk buron nga reforma, por nga organizimi kolektiv e solidariteti i pakusht në shërënjosjen e strukturave të shumë feshta të shtypjes që lëshon mbi trupat e grave në veçanti. Sot protestojmë kundër dhunës seksuale, ekonomike, fizike e emocionale ndaj grave dhe trafikimit të grave e vajzave, këtu e në të gjithë botën, për integritetin, sigurinë dhe mirëqenjen e të gjitha grave në punë, shkollë, shtëpi e rrugë. Ky marsh na bën thirrje t'i bëjmë ballë të vërtetës, se jeta e dinjiteti i grave në Kosovë nuk ka qenë e as nuk do të jenë primar në sistemin patriarkal kapitalist e në të gjitha format e shtypjes. Nuk ka qenë kështu për grevistët, për Erona Cokrin e cila shumë u vra nga ish-burri i saj në qendrën për punë sociale në Ferizaj, për Gjileta Ukellën e cila po ashtu u vra nga burri i saj në Pej vetëm 5 ditë më vonë, për gruan e dhunuar me aftësi të kufizuara në Gjilan, për të miturën e përdhunuar e trafikuar në Prishtinë gjatë kohës kur institucionet do duhet ta mbronin. Ngjarja tronditëse e përdhunimit të shumëfish të vajzës 19 në Kosovë, e cila ishte viktime e dhunës seksuale dhe më parë, tregon dështimin e institucioneve për ta mbrojtur atë. Në vitin 2023, ajo u përdhunua në një strehimore shtetërore, ndërsa Rishtazi raportohet se është trafikuar dhe dhunuar nga më shumë se 10 burra. Ky rast është një pasqyrim i dhunës sistematike ndaj vajzave dhe grave në Kosovë, e ushqyer nga një kulturë e rrënjosur e përdhunimit dhe nga një sistem që dështoi ta mbrojë atë. Prandaj, të zemëruara e të zemëruar, le të marrim forcë nga përpjekjet feministe e t'i bëjmë ballë kësaj të vërtete, pavarësisht frikës.